përmendëm pak Amerikën. Ti në fakt do më the edhe vetë që duke qenë vite andej sigurisht që ke pasur një shkëputje, pra ke humbur një lidhje me terrenin këtu. Pak e folur për Amerikën, kur ke shkuar, për vitet e para, punët që të është dashur të bësh. Shiko, për Amerikën kam folur pak sepse më është dashur gati një vit që kur jam kthyer, se u bë gati një vit që jam kthyer, që në një farë mënyrë jam shkëputur me shkuarje të vogla. Më është dashur të rekuperoj gjithë vuajtjen që unë kam pasur në Amerikë. Amerika për mua nuk ka qenë e lehtë. Dhe Amerika nuk është e lehtë për shumë njerëz. Pavarësisht se unë e shikoj në Shqipëri që akoma është ajo ëndra amerikane, por ndoshta sepse unë shkova në një moshë të madhe, ndoshta sepse unë ika në një formë të detyruar, ndoshta sepse unë isha, përveç se isha vetë, kisha edhe një fëmijë me vete, dhe sigurisht që vitet e para të Amerikës kanë qenë shumë traumatike për mua, ajsa pata edhe probleme shumë serioze me shëndetin, kështu që e kam filluar si punë të parë, kam gjetur një punë si menaxher në një restorant që punoja vetëm 2 ditë në javë, dhe sigurisht ato ishin para të pa mjaftueshme që ti të jetosh, të paguash qiran, të paguash ato drita, ujë, telefon, këtë unë që janë gjitha ato billat, faturat që ke për të paguar, e të bësh edhe shpenzime familjare, po aty ndojta 3 muaj, pastaj fillojnë kriza, aty të fillon me njëherë kriza që çfarë do ndodh nesër, sepse e zëm nëse në Shqipëri unë jetoj në një shtëpi me qira dhe nuk i kam lekët e qiras, vi them bjetës o bjeta më jep borxh se do t'i jap, në qoftë se s'më jep të tëra bjeta, do më jap 200 bjeta, 200 mamaja ime, 20 ai, 30 ai. Në një farë mënyrë ti ke 5 njerëz këtu që edhe mund të kërkosh një mbështetje apo në një ndihmë. Në Amerikë ti ndihesh fare i vetëm, edhe është një botë shumë e egër. Pastaj kam bërë të gjitha punët, pastaj kam punuar si pastruese në një hotel për një kohë të shkurtër, për 2-3 muaj. Ajo ishte një dramë shumë e madhe shpirtërore, se nuk është puna fizikisht, ne gratë shqiptare mësuar të bëjmë gjitha punët, edhe nuk na bën për shtypje puna e krahut fare, se jemi mësuar që në gjenes, që kur jemi rritur dhe unë i përkas një brezi që i kemi edhe rradhën e qumshit e kam mbajtur që kur kam qenë 7 vjeç, 8 vjeç. E kupton, kështu që nuk na bën për shtypje kjo pjesa e punës, por kur isha aty dhe pastroja dhe bëja dhe thoshja me vetëm më mirë, kjo do jetë jeta ime tani në vazhdim. Do me thënë, unë kam ardhur deri këtu, kam bërë gjithë këto investime, shkollë, kam bërë një shkollë të lartë, kam bërë një master, kam bërë ca punë, kam mësuar sa gjuhë, kam bërë ca eksperienca dhe jam duar të rëkitur në skenë teatrin. Okej, këtë nuk e mendoja, kjo ishte mendimi i fundit, e kupton kjo, po thoshja dhe tani jeta ime do jetë thjesht, do vi çdo mëngjes dhe do bëj pastrimet e një dhome, dhe me një pag do me thënë që mua duke paguar gjithë detyrimet, se unë kam edhe një gjë që i paguaj detyrimet e mia, nuk jam natyrë që i mbaj, e them, më të bjeta kur t'i kem. Do me thënë, po është dhe forma më e mirë ajo, heqa ke detyrime dhe pastaj kur ndrisesh me sa ngelen. Më beso bjeta që më ngeleshin $200 për të jetuar gjithë muajin, që janë veti dytë me fëmijë. Veti dytë me fëmijë, që janë pothuajse pamundur. Asgjë. Dhe mbaj mend një herë Rene më ka thënë se ndonjëherë ti mundohesh mos i transmetosh këto te fëmijët e tu, por ndonjëherë të shkasin. E ke të pamundur se të zë paniku i të nesërmes. Edhe i thash, boboj, thash, ngelëm pa punë, s'kemi ku ham. Do me thënë, se fjallia e parë është ushqimi dhe strehimi, këto janë bazat emergjente të çdo njeriu. Edhe tha, po mami, po mos u mërzit, tha, se unë në shkollë, tha, ne ham në drek, tha, kështu që unë drekën nuk do ta hatha, o ta sjell në shtëpi, tha, o ta ndajmë bashkë. Edhe kjo është ta kaput shpirtin. Është shumë e dhimbshme. Kjo, e gjitha kjo ishte për treguar që nuk është aq e thjeshtë jeta në Amerikë. Do me thënë, të gjitha njerëz që mendojnë që do shkojmë në Amerikë, do bëjmë këtë, do bëjmë shumë vetave, u ka ecur. Dhe keqja më e madhe në Amerikë, për fat të keq, pengesa më e madhe e emigrantëve si fillim janë vetë shqiptarët. Dhe kjo është fatkeqësia më e madhe. Sepse janë ata të parë që të gënjejnë, që të mashtrojnë, që të mbajnë me shpresë, ndërkohë, shiko, kur je i humbur, shpresa është gjëja që
ti në qoftë se unë të them shiko se unë po kërkoj punë dhe ti thua s'është problem për punë, të rregulloj unë nesër do flas me një shoqen time. Ajo fjalë që ti e thua pa e menduar, për mua është jetike. Kështu që njerëzit si mendon që vërtet nesër do është jetike, është e domosdoshme. Kështu që njerëzit para se të flasin, para se të shprehen, duhet të mendojnë, duhet të kuptojnë, mos t'i lëshojnë fjalët sa për t'i thënë, sepse dikush tjetër vërtet e var jetën edhe shpresën tek ajo fjala jote. Tjetra është që ka një lloj xhelozie për kush shkon rishtas, ose ne që kemi shkuar në një farë mënyre në kohën e internetit. Ata që kanë shkuar në vitet 90, në vitet deri në vitet 2000, deri në 2010, le të themi, siç ka një lloj xhelozie, apo nuk e di se çfarë u ndodh aty, po flas një pjesë e tyre, sepse aty ka edhe njerëz të mrekullueshëm që vërtet kanë arritur në një standard që nuk i dallon dot më a janë shqiptar, a janë amerikan, për pjesën e standardit të jetës edhe të botë kuptimit edhe të mendje hapësisë së tyre. Por një pjesë janë shumë hakmarrës, ndoshta për mundimet e tyre, por kjo nuk është e mirë, nuk është e mirë që të qoftë t'i gënjejnë, qoftë t'i mbajnë me shpresat kota, qoftë t'i sorollasin, më mirë të thonë që nuk mundemi dhe t'i lënë, sepse njeriu kur i thua nuk mundem me këtë gjë, do gjej një zgjidhje tjetër, do gjej diku tjetër. Nuk do i varë shpresat aty. Dhe me të thënë të vërtetën, me të huajt e kam pasur shumë më të thjeshtë për të punuar se sa me shqiptarët. Fatkeqësisht. Zhgënjimi dhe mësimi. Nga? Zhgënjimi dhe mësimi është titulli. Është tema, po themi e situatave. Po. Zhgënjimi dhe mësimi Julia si aktore në vitet 90. Zhgënjimi, nëse ta quajmë, se unë në përgjithësi nuk para zhgënjem, thash sepse pritshmëritë i kam gjithmonë nga vetja dhe gjithmonë shkoj me idenë që nëse Zoti nuk ta jep një gjë, ndoshta ka planifikuar për ty një gjë më të mirë. Kështu që nuk zhgënjehem, qoftë edhe nga ato që njerëzit i quajnë disfata. Unë kam guximin gjithmonë të provoj gjëra, kështu që zhgënjimin nuk e njoh. Por mund të them që zhgënjimi ishte që kur unë fillova shkollën, që fillova të besha aktore, në një farë mënyrë kino studio mbyll, teatrët nuk prodhonin, filma nuk prodhoheshin, televizionet ishin nuk ishte, do me thënë, filloi kriza e artit, edhe ky është zhgënjimi. Mësimi ishte që Julia duhet të mësosh të bësh dhe gjëra të tjera, sepse vetëm me art më duket se nuk do t'ja dalësh dot. Zhgënjimi dhe mësimi i Julias si pastruese në Amerikë. Me që e përmend. Zhgënjimi ishte shpirtëror, të thash, sepse ishte kjo. Ama mësimi që qëndron nga pas? Mësimi është që mund t'ja dalim çdo betejë, nuk duhet kesh frikë. Jeta është kjo që është dhe ne duhet ta jetojmë, ta pranojmë, ta përqafojmë ashtu siç vjen. Zhgënjimi dhe mësimi i Julia si mësuese e fëmijëve me aftësinë ndryshe në Amerikë. Po, kam punuar gati 2 vjet si mësuese me këta fëmijë me special needs, që i thon aty. Ata janë një dashuri e madhe, Bjeta ti kupton që janë fëmijë të cilët nuk kanë as inate, as bullizime, as xhelozira, janë pure, janë, do me thënë, janë kështu të pastër. Dhe çdo gjë, çdo veprim që e bëjnë sepse ashtu e ndjejnë, sepse zemrat e tyre janë shumë të dashur, por bëjnë ndonjëherë nervoz se nuk dinë si ta shprehin atë. Ose nuk kuptohen nga pala tjetër. Dhe më ka mësuar zhgënjim ishte që deri atëherë kisha menduar që jam e pakënaqur, vajza bën këtë apo bën atë, apo ambicet e mëdha që kemi në jetë, pastaj kur shikon që ka dhe fëmijë të tillë të cilët janë kaq të mirë, kaq të dashur dhe kanë kaq shumë nevojë për qoftë edhe për gjëra bazike, se disa prej tyre ndoshta nuk ecin, disa nuk ushqeshin dot, nuk hanin dot vet. Atëherë ti kupton edhe thua, Zoti ka qenë shumë bujar me ne, kështu që ta duam njëri tjetrin edhe mos të jemi aq shumë agresiv, qoftë me njëri tjetrin, po qoftë edhe për të kërkuar nga jeta më shumë. Për të mos u ngopur. Për të mos u ngopur. Sigurisht që do kërkosh, sepse është normale, por pra zhgënjimi dhe mësimi ishin bashkë në një lloj kuptimi në këtë situatë.